Të nderuar besimtar, me lejen e Zotit sot do t'i rikthehemi historisë më të bukur, historisë më të mirë, asaj të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Histori për të cilën e kemi titulluar më i miri i njerëzimit. Jemi ndalur më herët në 10 javë të plota të flasim për jetën e këtij profetit të madh, ku në hutbën e fundit, sa për të përkujtuar, folëm për shpërnguljen e disa prej muslimanëve nga Mekka për në Etiopi, për shkak të dhunës dhe torturës së madhe që e kishin muslimanët e Mekkës në atë kohë, u detyruan, e më pas u lejuan nga Muhamedi alayhis salam që të shkojnë në Etiopi për të kërkuar strehim, në mënyrë që ta adhurojnë Zotin e tyre në formën më të bukur dhe në formën më të mirë. Ku treguam se idhujtarët nuk u ndalën dhe dërguan 2 persona në mënyrë që të komunikojnë me mbretin e atij vendi dhe këto besimtarë t'i kthejnë sërish në Mekë dhe të vazhdojë aty tortura dhe dhuna. Mirë po ky mbret ishte një njeri i drejtë, i cili pasi i dëgjoi muslimanët që kishin ardhur për të jetuar në vendin e tij, arsyen pse ata ishin larguar nga Mekka, atëherë tha, jo, unë nuk do t'i kthej këto njerëz, sepse këto njerëz janë pothuajse në rrugë të drejtë me atë që jemi edhe ne. Ata ishin të krishterë. Mirë po i vlerësuan muslimanët, i vlerësuan këto besimtarë si njerëz të drejtë, si njerëz të cilët vërtet kishin nevojë për mbështetje. Dhe kështu do t'i mbështesin duke i lejuar që të jetonin në vendin e tyre. Jeta vazhdonte. Dhuna kundrejt muslimanëve në Mekë do të vazhdonte në mënyrë sistematike, në mënyrë të vazhdueshme. Dhunë të cilën sot unë edhe ti nuk po e përjetojmë, elhamdulillah. Ne jemi të lirë të adhurojmë Zotin tonë ashtu siç duhet, mirë po për fat keq, shumica e njerëzve janë larguar nga rruga e drejtë. Shumica e njerëzve e kanë harruar synimin kryesor të ardhjes në këtë botë, njohja dhe adhurimi dhe zbatimi i ligjeve të Zotit të tyre. Muhamedi alayhis salatu wassalam, duke e parë gjendjen e vështirë në Mekë, do të ndërmarrë ai personalisht një rrugë, duke u larguar nga Mekka për në një vend të afërm të saj. Do të largohet Muhamedi alayhis salam për në Taif, pejgamberi alayhis salatu wassalam do të shkojë në këtë vend për të kërkuar ndihmën e banorëve të këtij vendi, për t'ia paraqitur atyre Islamin dhe për t'i thirrur ata në Islam, në njohshmërinë e Zotit, në fjalën La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taifi, një vend diku 80 apo 90 kilometra larg nga Mekka. Do të shkojë Muhamedi alayhis salam t'i thras të njerëz për në Islam, t'i thras të njerëz për në adhurimin e një Zoti të vetëm. Qëllimi kryesor i ardhjes në këtë botë, njohja dhe adhurimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Muhamedi alayhis salam, duke e ditur kundërshtimin e idhujtarëve të Mekës, do të nisej i vetëm, do të nisej në këmbë Muhamedi alayhis salam, në mënyrë që mos shikohej nga banorët e Mekës që ky po niset për udhtim për diku. I merr sebepet Muhamedi alayhis salam në formën e duhur. Paramendo ti edhe unë, atë ka shku ndonjëherë në mend me botë 80 kilometra në kom, me shku me i fshat tjetër, dhe me i thonë atyre adhuroni Allahu, besojeni Allahu, besojeni Muhamedin alayhis salam, faleni namazin, agjërojeni Ramazanin e kështu me radhë. A i bëjmë ne këto sakrifica?
por fat keq ne sakrifikojmë shumë pak për fenë e Zotit gjithësisë. Për fat keq ne, as në ka shku nërmen në herë që duhet me i thirë njerëzit në rrugën e Zotit. Kjo është një fatkeqësi e madhe. I vetëm Muhamedi a.s. 80 kilometra apo 90 kilometra në kam, për me shku dhe me kërku që këto banor të këtij vendi ta adhurojnë krijuesin e gjithësisë, Allahun subhanahu wa ta'ala. Profeti sallallahu alaihi wasallam do të arrijë në këtë vend ku familja e cila e drejtonte këtë popull ishte e përbërë prej 3 vëllezërve, të cilët kishin autoritet, pra ishin njerëz të cilëve ju ecste fjala në vendin e tyre. Dhe pejgamberi alayhis salam do të filloj me radhë te këto 3 vëllezër që t'ja shpjegoj atyre arsyen pse ndodhej aty. T'ja shpjegoj atyre se kishte ardhur për me i propozu diçka shumë të madhe, që është adhurimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë po, a do t'a pranonin këto njerëz thirrjen e pejgamberit alayhis salam? I pari prej tyre, vëllai i parë, cila ishte përgjigja e tij, i drejtohet Muhamedit alayhis salatu wassalam duke i thënë: nëse ti je pejgamber, unë do të vinë në Qabe dhe atë mbulesën e Qabes do t'a bëj copa. Qa do thot, unë nuk të besoj ty si pejgamber, se arabët e kishin dhe e kanë diçka të lartë çështjen e Qabes, e vlerësojnë Qabe. Mirë po ky njeri po thot, nëse ti je profet, unë mbulesën e Qabes e bëj copa. E mohoi thirrjen e Muhamedit alayhis salam. I dyti prej tyre, pasi pejgamberi alayhis salam ja shpjegoi thirrjen e tij, i drejtohet Muhamedit alayhis salatu wassalam duke i thënë: o Muhammed, po a nuk kishte Zoti ndonjë njeri tjetër që ta zgjidhte si pejgamber, aty gjeti me çu pejgamber? E nënçmoi Muhamedit alayhis salam, duke i thënë: ti kurse si nuk je profet. A nuk ishte Zoti në njeri tjetër më të mirë, më të lartë, më të fisnikshëm, më me autoritet Mekë, që posaçërisht ta çoj ty thirrjen, ta çoj ty pejgamberlëkun? E mohoi dhe i dyti dhe i treti, pasi pejgamberi alayhis salam e thirri atë në Islam, i drejtohet Muhamedit alayhis salam duke i thënë: o Muhammed, nëse ti je profet, ti s'ke nevojë për mua. Pa çfarë duhet ty ndihma ime? Çfarë duhet unë ty që ti po më thret mua në Islam? Pastaj i tha: nëse ti nuk je profet, ti s'ke çam duhesh mua, pas hyn punë fare. Edhe i treti ishte prej atyre të cilët e mohoi thirrjen e Muhamedit alayhis salam. Subhanallahu vëllezër, ne jemi ul dhe po rrim me ngrohtë, alhamdulillah. Por ky profet i Zotit u nis me këtë rrugë kaq gjatë, me këtë merak kaq të madh, si me i thirr njerëzit në Islam, si me marr mbështetjen e këtij populli që të kishte një krah fuqishëm kundrejt banorëve të Mekës, të cilët po e shtypnin atë sallallahu alaihi wasallam së bashku me shokët e tjerë. Nuk është kaq e thjeshtë këtë çështje. Duhet sadopak përpjekje në rrugën e Zotit gjithësisë. Duhet sadopak ne të interesohemi që t'i ftojmë njerëzit në Islam, që të sakrifikojmë sadopak në Islam. Unë gjithmonë e bëj një pyetje vetes time edhe ju: çfarë ke sakrifiku ti edhe unë për dinin e Zotit? Çfarë ke lënë ti edhe unë mangut nga dunjaja vetëm për hir Zotit, që të sakrifikosh për fenë e Zotit? Ke lënë mangut pushimin, ke lënë mangut paran, ke lënë mangut dunjan, ke lënë mangut familjen tënde, punën tënde. Çfarë ke lënë ti edhe unë? Diçka mangut nga dunjaja vetëm për hir Zotit. Po musliman sot nuk lejnë mangut kohën e tyre, thotë s'kam kohë për Zotin. Nuk kam kohë për Zotin, me u fal, me adhuru, me agjëru, me lexu Kur'an, me ecë në rrugën e dijes. Kur ti edhe unë nuk sakrifikon kohën tënde, çfarë do sakrifikosh në rrugën e Zotit? Pejgamberi i Zotit, më i miri i njerëzimit, merr të rrugë kaq të madhe, si me i thirr njerëzit në fenë e Zotit, në rrugën e drejtë. Mirë po,
Nga kjo thirrje pejgamberi alayhi salatu wassalam do të zhgënjehej shumë. Do ta vazhdoj pejgamberi alayhi salam thirrjen në Taif për disa ditë me radhë, duke thirrur natën dhe ditën, duke thirrur shtëpi në shtëpi, person në person, duke thirrur lagje në lagje, si me i nxit njerëzit që të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Mirë po kundërshtimi i tyre do të jetë i kotë. Kundërshtimi i tyre do të jetë i madh. Nuk do ta pranojnë thirrjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. 10 ditë me radhë, pejgamberi alayhis salam do të thrasi në rrugën e Zotit të tij. Sa vet e pranuan atë? Sa vet e pranuan thirrjen e më të mirit njerëzimit? Asnjë person nuk do ta pranonte thirrjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Jo vetëm kaq, jo që nuk e pranuan. Mirë po, banorët e Taifit do të nxjerrin në rrugë fëmijët e vegjël, të cilët do ta godisnin Muhamedit alayhis salam me gur, derisa pejgamberi i Zotit, më i miri i njerëzimit, do të përgjakej. Do të përgjakej Muhamedi alayhis salatu wassalam nga fëmijët e vegjël të cilët e godisnin atë sallallahu alaihi wasallam me gur. Kur e ka pyet Aisha, bashortja e pejgamberit alayhis salam, profetin e Zotit, oj dërguari i Zotit, a ke pas një ditë më të vështirë se sa lufta e Uhudit? Është lufta e dytë që e zhvilluar muslimanët në Medinë, ku u vranë shumë prej muslimanëve. Sa pejgamberi alayhis salam kam pas, dhe ajo ka qenë dita kur unë kam qenë në Taif. Atë dita kur unë kam qenë në Taif, kur kundërshtuan dhe ku e goditën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pas 10 ditësh, profeti alayhis salam do të largohej nga ky popull. Do të largohej pejgamberi alayhis salam, saqë thuhet diku 5-6 kilometra larg nga vendi ku do të thrisë pejgamberi alayhis salam, akoma profeti i Zotit nuk e kishte marrë veten nga kjo goditje e madhe, nga kjo tronditje e madhe, se shkoi me shpresën që do t'i kishte në krah, ndërkohë që u kthye me zhgënjimin dhe me goditjet e shumta që ja bën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pasi largohet profeti alayhis salam pak nga ky vend, do të ulej që të qetësohej. Atëherë, duke qëndruar i ulur, e shikon mbi kokën e tij Xhibrilin alayhis salam, melekun më të madh, melekun e shpalljeve hyjnore. E shikon Xhibrilin alayhis salam, i cili i drejtohet Muhamedit alayhis salam duke i thënë: "Assalamu alayka ya Rasulullah." Paqja qoftë mbi ty, o i dërguar i Zotit. Dhe ja kthen selamin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Xhibrili alayhis salam po i drejtohet profetit Zotit dhe po i thotë: "O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me mua është një melek i cili ka marrë leje nga ana e Zotit, që nëse ti dëshiron, këtë popull i cili nuk besoi, të dy kodrina që ndodhen në skajet e këtij populli, ti marri dhe ti përplasin mbi këtë popull dhe ta zhduki gjithë këtë popull. Dhe ta zhduki këtë popull nga fasha e dheu." Atëherë vjen përgjigja e Muhamedit alayhis salam. Vjen çasti i duhur ku mund të hakmeresh ndaj një populli i cili nuk ka besu dhe të ka sulmu. Që ti edhe unë, sa herë që vjen ky çast kaq i bukur, me zor pret me ja kthy me 100 fish atij që të ka bërë një të keqe. Mirë, por nuk është ky çasti dhe nuk është ky momenti, sepse personi të cilit i është bë padrejtësi është më i mëshirshëm nga gjithë krijesat e Zotit. Është Muhamedi alayhis salatu wassalam. Nuk je ti edhe unë që e pret çastin dhe e ruan situatën kur po vjen momenti me godit filanin që më ka bë para 20 vjetësh keq, para 30 vjetësh keq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet këtij meleku duke i thënë: "Jo, unë nuk du shkatrimin e tyre, por shpresoj
dhe shikoje atë musliman i cili ka shpresë për të ardhmen dhe i cili synon të ardhmen dhe jo vetëm tashme. Mos i përmbys tot dhe mos i godit, se shpresoj që pas këtyre njerëzve, pas këtij populli, të vinë disa të tjerë që ta adhurojnë Zotin. Dhe sot me miliona e adhurojnë Allahun në atë vend bekuar. Sot me miliona e adhurojnë Allahun në Qaben, në Medinën, në Taif, në gjithë gadishullin arabik. Mëshira e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." O Muhammed, kemi dërguar ty si mëshirë për gjithë botën. Kemi dërguar ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam si mëshirë për gjithë botën. Ishte më i mirë i njerëzimit, më i mëshirshëm i njerëzimit. Ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E profeti alayhis salam do të largohej për në Mekë, për në vendin e tij. Dhe teksa afrohet në Mekë, ka ndodhur një ngjarje shumë e bukur, ku pejgamberi alayhis salam po ulet që të pushoj. Pra një kopshti, që pronarët e atij kopshti ishin 2 koka i ujtarësh. 2 njerëz të cilët nuk e donin Muhamedit alayhis salam dhe populonin në arat e tyre. Dhe e shohin Muhamedit alayhis salam i cili po ulet dhe po qëndron dhe i drejtohen Addasit. Addasi ishte një person i cili ishte shërbëtor. I drejtohen këtij personi dhe i thonë: "Merre këtë pak rrush dhe çoja Muhamedit se gjunahi shkel. Çoja atij se ka marrë dhe ka bërë gjitha të rrugë kot." Dhe pejgamberi alayhis salam duke qëndruar dhe i afrohet ky person i cili ishte shërbëtor nga Iraku i sotëm dhe po i thot Muhamedit alayhis salam: "Merre këtë rrush dhe haje atë." Dhe pejgamberi alayhis salam e merr rrushin dhe thot: "Bismillah", me emrin e Allahut. Dhe fillon të hajë. Ky person ishte i krishterë dhe i thot: "Çka është kjo?" S'kishte ngjuar ndonjëherë që në arabi dikush thoshte Bismillah kur fillon me hënë. I thot Muhamedi alayhis salam: "Kjo është thënia që duhet me e thonë para se me hënë ushqim." Dhe ky person pyetet nga Muhamedi alayhis salam: "Po ti kush je?" Thot: "Jam filani nga filan vend, nga Iraku i sotëm." I thot Muhamedi alayhis salam: "A mos je ti nga vendi ku ka qenë Yunusi alayhis salam, Yunusi të cilin e humbi balena, peshku?" I thot: "Po ti nga e din?" Kishte qenë ai Muhamedi alayhis salam një rat dhe me ngju për këtë histori. I thot Muhamedi alayhis salam: "E di ose edhe unë?" Thot: "Jam pejgamber dhe ai ka qenë pejgamber, dhe pejgamberët janë vëllezër me njëri tjetrin." Ky person habitet nga kjo gjë dhe thot: "Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." E pranoj me njëherë pejgamberdhëkun e Muhamedit alayhis salam. Sa ditë thiri pejgamberi alayhis salam Taif, asnjë se pranon. Me mund me përpjekje. Këtu direkt sa i tha kush jam, sa i tha që jam pejgamber, e pranoi direkt Islam. Kur kthehet ky person tek idhujtarët, i thon: "Çfarë tha?" Tha: "Unë bona musliman." Tha: "Bo, pas sa morëm qafë edhe ty." Pas ka morëm qafë edhe ty. Kush? Fjala la ilaha illallah me të morëm qafë, po fjala la ilaha illallah të ngrit tek njerëzit dhe tek Zoti i gjithësisë. Fjala la ilaha illallah të bën me qenë i fortë dhe i fuqishëm. Fjala la ilaha illallah të bën vetëm Allahun me adhuru dhe asnjë tjetër mos me lut, mos me kërku prej askujt, përveç se tek Allahu subhanahu wa ta'ala. E mohuan Muhamedit alayhis salam banorët e Taifit, mirë po Allahu i lartësuar do të bëjë që para se pejgamberi alayhis salam të arrinte në Mekë, ta pranojnë Islamin disa krijesa të cilat nuk janë njerëz. Ta pranojnë Islamin disa krijesa që nuk janë njerëz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi arrin Qabe, apo para se me arrin Qabe, duke fal namaz natë. Duke fal
namaz natën pejgamberi alayhis salam me zërin e tij të bukur dhe të mrekullueshëm. Ndërkohë do të afrohen tek Muhamedi alayhis salam gjindët. Do të afrohen tek profeti alayhis salam disa krijesa që Muhamedi alayhis salam nuk i shikon ata, po ata na shohin ne. Që ne nuk i shohim, po ata na shikojnë ne. Gjindët janë sikur se ne. Janë krijesa sikur ne. Hajnë, pinë, martohen, flenë, lindin dhe vdesin. Janë të urdhëruara me njohurinë e Zotit. Janë të urdhëruara me namaz, me agjërim, me gjitha. Një lloj sikur ne. Ne nuk i shohim, por ata na shikojnë ne. Dhe Muhamedi alayhis salam duke recituar Kur'an, ato mahniten me këtë lexim Kur'ani. Dhe Allahu i lartësuar për këtë ngjarje ka zbrit një sure të Kur'an. Surja 72, surja Gjin, që flet madje edhe për këtë ngjarje, flet dhe për gjindët të cilët disa prej tyre janë musliman dhe disa të tjerë nuk janë musliman. Dhe historia është e gjatë, po me lejen e Zotit ne do të mbyllim këtu. E lutim Zotin tonë që na bëjë me kuptu se Islami kërkon përpjekje. Islami kërkon që ne të angazhohemi me mishe në shpirt në thirrjen kundrejt njerëzve tek rruga e vetme e shpëtimit. Allah na falë dhe na mëshiroft të gjithëve. Lutim Zotin tonë na falë ne prindërit tanë, të afërmit tanë, gjithë besimtarë dhe besimtarë kudo që janë. E lutim Zotin tonë që çdo të sëmurë Allahu i lartësuar ta shëroj. Ata i cili është mirë me shëndetin e tij, Zoti ja rrit shëndetin dhe ja zgjat jetën në punët e hajrit. Allah na falë dhe na mëshiroft të gjithëve. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.